disa me zodollin për të kuptuar që dashur pa dashur, ju na keni kuptuar që nuk i keni larguar rënjët nga vendlindja. Ka pasur një domethënie të veçantë për ju, ti je një djalë i bre. Pema par rënjë, thatë. Kështu që unë edhe pse kam ecur, kam shumë vite që jam në Tiranë, gjithmonë e kam patur kokën pas. Kam menduar gjithmonë për vendin nga vi, vendin ku linda dhe u rrita dhe aty fillova të bëj emrin e parë dhe të bëj atë personalitetin si njeri, dikur si mësues, por dhe si familjar. Dhe pastaj Radio Televizioni Shqiptar më dha një mundësi që mos t'jem thjesht dëfrimi, por t'jem dëfrimi Atasani. Sepse natyrisht që edhe ky emision Mes Dritë, që është shumë interesant si titull, ju ka bërë juve që mos t'jeni më vetëm të familjes suaj, apo të miqve. Po t'jeni dhe të shumë njerëzve, madje po vija rrugës dhe më mori dikush në telefon nga Lioni Francës dhe i thash në nxitoj, thash kështu. O, tha i ndjek, tha ata. Dhe ju përshëndet, bile. Por Dibra ka qenë dhe me dhe gjithmonë një dashuri pa kushte për mua. Ka qenë një vend ku natyrisht unë jam ndje krenar për të, sepse Dibra ka qenë dhe me dhe solucioni mendjes, mendoj unë, në Shqipëri dhe për të saj. Dhe shumë Dibranë kanë qenë dhe me dhe personalitete. Jo vetëm këtu, por kudo ku kanë spikatur me punën dhe arritjet e tyre. Dhe natyrisht që unë ndjem mirë dhe ndjem i vlerësuar që jam djali Dibrës dhe më kanë dhënë titullin qytetar nderi i Dibrës dhe kjo është një përgjegjësi, nuk ka qenë vetëm një kënaqësi për mua. Por edhe një detyrë. Ka qenë një përgjegjësi për çdo gur kilometrik të jetës time që të bëj maksimumin për Dibrën. Natyrisht edhe për fshatin, edhe për fisin tim me Atasani, sepse unë bëj çdo vit festën e fisit.